Between Art and Code u quajt aktiviteti zhvilluar nga Qendra për Hapje dhe Dialog në bashkëpunim me Universitetin Fanoli dhe Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë. Në qendër ka qenë analiza e përdorimit të inteligjencës artificiale në art në ditët e sotme dhe se si ajo ndikon në një vepër artistike. Ky aktivitet synon të analizojë çështje të etikës së përdorimit të inteligjencës artificiale në art ditët e sotme. Gjithashtu të analizoj çështjet mbi origjinalitetin e veprës, shkallën e ruajtjes së këtij origjinaliteti dhe faktin se si do të përdoret inteligjenca artificiale në të ardhmen në dobi të autorit apo në rrezikshmëri të veprës së tij dhe të origjinalitetit vetë që ai mund t'i japë një vepër artistike. Pjesë e diskutimeve janë bërë studentët e Universitetit Fanoli, të cilët kanë hedhur ide dhe mendime mbi filozofinë dhe teknikat artistike të ndërthurura me inteligjencën artificiale. Aktiviteti i ditës së sotme ka një rëndësi të veçantë për Departamentin e Shkencave Sociale, që është një departament përbërës i Fakultetit Shkencave Natyrore dhe Humane, sepse trajton dy problematika shumë të rëndësishme, nga njëra anë artin dhe nga ana tjetër teknologjinë. Sigurisht që së fundmi inteligjenca artificiale ka ndryshuar botën, por ka ndryshuar ndoshta dhe deri diku shpirtin e njeriut. Prandaj ne menduam që së bashku edhe me Galerinë e Arteve Digjitale të shfaqim limitet deri ku shkon inteligjenca artificiale dhe nëse ka limite, dhe nëse këto limite janë të kufizuara ligjërisht apo duhet që qenia humane ti evidentoj dhe ti pranoj. Në këtë aktivitet është vënë theksit e ruajtja e autorësisë dhe talenteve të cilët shprehen përmes artit dhe nga ana tjetër tek kornizimi të drejtave të inteligjencës artificiale dhe fushës ku ajo ndërhyn.